Vetëm 20 sekondë. Po 5. S'po fletova, prit. Po bësh me telefoni? Po, jani shqyqë kanë një. Nisëm ditën sot një deklaratë të Kosovës Amerikane të tregtisë për të keqen në qeverisë në ligjin paqes fiskale dhe përveçjes fiskale. Isha rrugëse këtë dytë për takimin me Komisionin dhe përgjegjësi të plotë të them që Komisioni ka dërguar qeverisë shqiptare argumente për ligjin dhe i ka kërkuar qeverisë shqiptare që të tërhiqet. Ligji i paqes fiskale është një ligj i lobuar, është një ligj i sponsorizuar, është një ligj i cili bëhet në interes të disa kompanive të caktuara që duan të legalizojnë fitimet e tyre. Përveç se është antikushtetues, hap një rrugë për pastrimin e parave, cënon konkurrencën, por nga ana tjetër dekurajon edhe pagimin e taksave të ardhme. Kemi kërkuar ministrit na bëjë politike një listë edhe atyre që falen borxhet, por njëkohësisht edhe të marrëveshjeve për paqen fiskale, që sigurisht do të jetë ardhshme dhe nuk kemi pasur transparencë. Në këtë kushte ne do të kërkojmë që të tërhiqet, nëse ligji nuk tërhiqet, ne kemi përgatitur dhe disa amendamente për të përpjekur për ta kufizuar dëmin që ky ligj shkakton, por ky është një nga 17 ligjet që në këtë parlament janë ligje të lobuara dhe të sponsorizuara dhe cënon rënd jo vetëm procesin e integratimit, por njëkohësisht edhe ligjet dhe durimet për kryesisht përfitimet kryesore i marrin kompanive ndërkombëtare, sepse edhe këtu lidhet sigurisht pastrimi i parave që vjen nga ndërtimi. Marrëveshja e paqes fiskale ka bazë që rideklaron të ardhurat e të shkuarat, dhe pastaj ti deklaron një numër fitimi për 3 vite të ardhshme. Praktikisht kur ka kesh në shtëpi, thotë unë kam pasur këtë fitim, po si kam deklaruar, dhe po deklaroj tani. Është një kanal kryesisht në biznese që ky pastrim parashikohet dhe fokus është disa kolegë vetuaj që kanë pyetur deklaratën që ka bërë shqiptarë që ligji për paqen fiskale në rreshtin e paqes fiskale është një ligj që sepse stimulon pastrimin e parave. Një gjë ka bërë të fundit. Unë besoj që ne sot do të vendosë një nivel tjetër. Sigurisht që deputetët do flasin në procesin e integrimit do të kontrollojnë dhe monitorojnë, por ne do të kemi që të kanë konsultuar për të bërë Ti nga kamerë. Nga keq mandi. O mandosike?